Vetvrasja e 17 vjeçarit në Gjirokastër, rasti i dytë brenda në të njëjtën shkollë. Zbulojnë detaje të reja. Dyshohet se një ngjarje e rëndë ka tronditur sot Gjirokastrën, ku një 17 vjeçar është gjetur pa shenja jete në banesën e tij në fshatin Valare. Sipas burimeve paraprake, i riu me inicialet VP dyshohet se është vetvarur. Rreth orës 13:30 ai është transportuar në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës nga familjarët, por mjekët konstatuan se ai kishte ndëruar jetë më herët. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe ka nisur veprimet hetimore për zbardhjen e rrethanave të plota të kësaj tragjedie. Të afërm të familjes Peçi bëjnë me dije se i riu u vuante nga probleme izolimi dhe melankolie, por nuk ishte në ndonjë trajtim mjekësor. Familja është me origjinë nga fshati Picari Gjirokastrës. Policia ka sekuestruar telefonin dhe disa sende personale të 17 vjeçarit, ndërsa pritet të merren në pyetje bashkëmoshatar dhe nxënës së shkollës së mesme Siri Shaplo, ku i riu ndiqte mësimet. Kujtojmë se vetëm 2 muaj më parë, një tjetër 17 vjeçare nga e njëjta shkollë i dha fund jetës, duke shtuar shqetësimet mbi qëndrueshmërinë emocionale në tërësi të adoleshentëve dhe problemet e shumta të patrajtuara. Ngjarja ka tronditur gjithë komunitetin lokal. Hetimet vijojnë për të përcaktuar motivet dhe rrethanat e kësaj ngjarjeje të rëndë.